edhe kryeministër edhe deputet. Po unë nuk kam qenë edhe kryeministër edhe deputet, kam qenë kryeministër në detyrë dhe deputet. Po kjo ka ndodhur kaluarën. Po kur ju ka ndodhur kjo partive tjera ka qenë rregull. Kur i ndodhi vetëvendosjes nuk ka ndodhur kështu e njëjta situatë. Po kështu i ka ndodhur vitin 2014 PDK-s. Po në cilin rast? Në rastin kur ishte kryeministër Hashim Thaçi. Po, dhe çfarë ishte? Ishte kryeministër në detyrë gjatë kohës së Vlanit. Po pastaj u bë deputet. Po pastaj erdhi një vendim i gjykatës kushtetuese. Asnjë shkelje nuk kemi bërë dhe kemi respektuar çdo akt gjykim të gjykatës kushtetuese. Asnjë shkelje s'kemi bërë. Dhe fundja, mu më duket që ka një ngatresë tjetër. Nuk ka qenë ngatresë ajo që ne kemi qenë edhe deputet edhe ekzekutiv në detyrë. Ngatresa është që deputetët po duan ta bëjnë publikisht edhe gjykatësin. Leja gjykatave le të vendosin për këtë gjë. Se kush po bën gjykatësin? Po për shembull, keni shkel këtë ligj, keni shkel kushtetutën. Adresoju gjykatës kushtetuese siç edhe kanë bërë. Po ajo nuk është gjë e palishme zoti Kurti për arsye se deputeti i zgjedhur i popullit e ka një adresë gjykatën kushtetuese dhe nëse diçka ndodh që është në shpërputhje me kushtetutën, duhet i drejtohet. Kanë mundur ta votojnë buxhetin për të mirën e Kosovës dhe ta adresojnë gjykatë kushtetuese. Me shkelje kushtetuese? Jo, për shembull, me shkelje kushtetuese. Shkeljet i cakton gjykata kushtetuese, jo deputeti. A ka shkel kushtetutën ose jo Kuvendi i Republikës, nuk e cakton deputeti. Cili është kuptimi i gjykatave në atë rast? Po, se nuk keni pasur fjalë të mira shumë për ata që shkelin kushtetutën të kaluara. Besoj e mbani mend apo jo? Natyrisht që nuk kam pasur fjalë të mira. Por aty varet edhe konteksti edhe motivi. A sot s'keni fjalë të mira për ata që mund ta shkelin kushtetuesën? Nuk kam fjalë të mira. Por në Kosovë kemi raste edhe kur gjykata kushtetuese ka shkel të mirën e përgjithshme. Për shembull, në çfarë raste? Aktgjykimi i datës 23 nëntor të vitit 2023 mu më ka lënduar më së shumti. Cili për shembull është? Ai i cili ka hequr